tonë është duhet me qenë transparent dhe dihen ku do i merr votat. Është drejt e LDK-s dhe me qenë në Shqipëri, askush nuk janë ndalon. Po të shohim se si do të zhvillohen dhe ngjarjet tash në ditët në vijim. E qartë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po bën një punë kolosale në terren, ndërkohë që Ramush Haradinaj për Euronews ishte besim plot dhe shpresë plot që të paktën komunat që qeverisë një përfaqësues i AK-s do të vazhdojnë të mbahen, por ndërkohë ka edhe pritshmëri për komunat të tjera. Sa komuna mund të rrëmbejë në këtë zgjedhje vendore AK për të drejtuar në këtë mandat tjetër? Fajtohem plotësisht nga puna kolosale që kemi bërë në terren dhe nga 5 komuna që ka udhëhequr Alianca për 4 vite, janë komunat me kryetaret më të mirë, kryetaret që kanë pas transparencë, llogaridhënie dhe janë dalë nga organizatat kredibile që kanë monitoruar punën e kryetarëve të komunave, janë vlerësuar për lart me punën e mirë që kanë bërë, me transparencën, me gatishmërinë që e kanë pas me qenë krah qytetarëve dhe unë mendoj që 5 komuna që ka pas Alianca do i fitoj, bile mendoj që do i fitoj edhe pa balotazh. Ka gjasa që secilën ta fitoj pa balotazh, po ka shpresa që të fitohet edhe për shembull është një komunë e vogël që po bëhet një punë e madhe nga kryesia, nga kryetari që është kandidati për kryetar, që ka qenë në të kaluarën kryetar e që ka pas një performancë tepër të mirë, ka gjasa maksimale që ta rikthejmë një mikun, por në balotazh shkojmë edhe ndonjë komunë tjetër që me gjasa edhe t'i fitojmë. E qartë. Çështja e balotazhit besoj na ndan ne si Shqipëri dhe si Kosovë nga ana e mënyrës se si procedohet në zgjedhje. Sa janë gjasat që më shumë se gjysma e komunave në rang kombëtar të paktën në Kosovë të shkojnë në balotazh, apo nga mënyra e performancës së kryetarëve aktual për te partive dhe logove politike, mbase edhe do të performojnë shumë mirë në zgjedhje, apo edhe mund të humbin edhe mbase s'do të ketë asnjë mundësi për balotazh, pasi kundërshtari i tyre më i madh, të paktën mund të dalë shumë mirë të kalojë pragun e 50%-shit. Ndonjëherë e kam thonë, është model më i mirë, modeli juaj se një vot më shumë në diferencë. Po, është modeli juaj më i mirë sepse nëse tek ju e keni bashkë jo komuna si kurse ne, ai kryetari që konkurrojnë për bashkinë se ka një vot më shumë se deri pore me një vot në shape kundër kandidatëve të tjerë, atëherë ka më një herë shpallet edhe kryetar, ndoshta është më e mirë sepse këtu po i përsëritem po gjeneroj, sepse në fakt në balotazh atëherë nuk është vot reale, sepse bashkohen interesat, bashkohen grupime politike kundër një kandidati që ka marrë shumicën edhe kemi pas plot raste që ndoshta diferenca mes kandidatit të parë dhe kandidatit të dytë ka qenë tepër e madhe, po në fund në balotazh ka fitu ky që ka pas vota tepër më pak se sa kandidati i parë që i ka marrë. Ndoshta në Barmen kishte qenë që Kosova me bukë model sepse edhe ju ikim këtu në balotazheve dhe zgjatjes të pushtatave zgjedhore të cilat vërtet janë të lodhshme dhe le të fitoj ai që është më i miri, le të punojnë gjithë që me dali parë në zgjedhje dhe në momentin që dali parë në zgjedhje le ta fiton edhe mandatin. Prishtina besoj ka vëmendje me çtuar së bashku me Mitrovicën. Mbrëmjen e kaluar ka patur edhe një debat televiziv që është për të marrë shembull të paktën nga Shqipëria në mënyrën se si procedohet në ditët e fundit kur është fushata, s'keni as heshtje zgjedhore, pra procedonin ndryshe. Ishin bindur se besoj me shumë interes se kanë ndjekur ku do të shkojë Prishtina, nga mund të anoj. Me thonë të drejtën, unë merrem shumë me terrenin, me thonë as zgjedhje nacionale pa zgjedhje lokale fare nuk i shoh debatet, se për shembull njeriu që punon në terren nuk mundet t'i hub 2-3 orë me e pa një debat. Pami është t'jesh në kontakt me njerëzit, ta sigurosh ndonjë votë për partinë tënde, ose për kandidatet për kryetar, se sa t'ulesh para televizionit, edhe unë asnjëherë nuk i shoh këto debate televizive. Kjo ishte një tërheqje e zgjuar në përgjigje, pra që sa nuk ishte një kandidat AK-s, apo gaboj unë?
Si? Ishte një përgjigje zgjuar nga ana juaj për të tërhequr në përgjigje, apo për aq kohë sa s'kishte një kandidat nga AK, patjetër nuk e patë bazën e Në Prishtinë kemi një kandidat që është deputeti Bek Berisha, edhe e ka fushatën më të mirë, më simpatike për këtë kandidatëve tjerë në Prishtinë. Po, është probabiliteti për të kryesuar, apo është e vështirë gara për Prishtinën, për shkak të përqendrimit popullatës, zotit Rama? Gara për Prishtinën në vërtet është gore e fortë, e fuqishme, është e pa mundun me aludu si kush do t'jetë partia e parë. Që do t'ketë balotazh, do t'ketë. Po tash kush do t'jetë balotazh me të shifet të dielën mbroma. Unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese se janë ato 48 orët vendimtare për ju, për gjithë partinë tuaj AK në terren. Nuk e di ke ndërhyrje aty, por unë të falenderoj shumë për kohën dhe të uroj shumë suksese. Besoj të dielën do të kemi dhe disa komunikime të shkurtra për të parë se si po shkon dita e votimit dhe situata në terren. Faleminderit shumë për kohën. Natsishte, çdo të mirë.